Lufta në Kosovë la pas shumë plag, kujtime të rënda dhe histori që edhe sot rrëfehen me dhimbje. Shumë prej atyre që përjetuan luftën bajnë ende në zemër momente të vështira, sakrifica dhe qëndres të jashtëzakonshme. Njëri ndër ta ishte dhe ish ushtari UÇK-s Afrim Mehmeti, i cili kaloi plot 10 vjet në burg. Ai rrëfen vuajtjet e torturat që thot se i ka përjetuar e që lanë gjurmë të thella në jetën e tij. Sigurisht ne i përkasmi një gjenerate që e kujtoj mirë, dhunën, represionin dhe të gjithat politik të ish Jugosllavisë në raport me shqiptarët. Unë si i ri, jam nga fshati i Firaj, komunës së Shtrpcës, dhe ka qenë një periudhë kur unë dashur me krye një shërbim ushtarak, dhe ai shërbim ushtarak zakonisht bëj pas regjistrimin në fakultetin. Unë isha regjistruar atëherë në fakultetin juridik dhe fillova shërbimin jugoslav dhe në fund të shërbimit jugoslav në shtator të 87-ës ndodhi tani më një rasti i paraqinit. Para këtij rastit në Kosovë kishte pas demonstratave të vitit 1981 në Kosovë ishte një represion i jashtëzakonshëm ndaj shqiptarëve dhe në kodër të kësaj derisa ishim në ushtri filloi prap një propagandë e Beogradit dhe Jugosllavisë kënse serbët jetojnë keq në Jugosllavi, në Kosovë që ishte brenda Jugosllavisë dhe këto njoftime, lajme dhe raporte ndikojshin shumë në raportet në mes të komuniteteve. Sipas Mehmetit, në atë kazermë janë vrarë disa shqiptarë, ndërta ishte edhe Aziz Kelmendi. Me 2-3 shtator në kazermë vritën 5 pjesëtarë të ushtrisë jugoslave dhe plaguesën 7, ndërta edhe bashkë ushtari ynë që ishte në të kohë Aziz Kelmendi. Në këtë rast, Azizi vritet dhe kthehet i vrarë në Kosovë, kurse ne të tjerët, 6 shqiptarë, një komunitetit 7, një komunitetit bosnjak dhe një komunitetit rom, dënuemi me vite të tëra dhe vazhdojmë pastaj me vujtjen e dënimit në burgjet, një kur në burgjet ushtarake, pastaj edhe në ato civile. Ka ardhur 14 shtatori, ne jemi larguar, me 2-3 shtatori na kanë larguar të gjithë personelin që kemi qenë në atë kazermë për shkak kënse traumave dhe situata çfarë kanë ndodhur aty. Kemi kaluar nëpër kazerma tjera dhe unë kam kaluar me njërin nga kazermat e Nishit. U lirova me një datë caktuar që kisha u liruar zyrtarisht dhe unë i kam pasur do rroba civile sa di mbaj mend çfarë i kam pasur atëherë si i ri, sepse kjo është një ditë të gjithë ata që e kryen shërbimin jugoslav e kuptojnë çka është mu liru në ditën e fundit. Mirë, po unë në vete kam qenë i rezervuar, sepse nuk e kam besu që kam u liru për shkak formës dhe pyetjeve që mi bëjshin ata në organet hetuese ushtarake. Pas daljes nga kazerma, dikur në kilometrin e parë, realisht nuk kisha një hori për situatën, as nuk e disha ku një stacion autobusi apo diçka tjetër, veç ka ardhur ne çuishmi atëherë një automjet që policia ushtarake e përdorshim një maris në gjuhën serbe dhe një lloj kombi që quajmë na sot, kanë dalë dhe më kanë rrëzuar për tokë dhe për një 20 deri në gjysmë minutë gjithsesi kanë mbajtur në atë pozitë duke më mbajtur një këmbë në qafë apo kështu, pa fol, pa pyet para asgjë. Vetë sa kujtohet që në ato momente dikush nga serbët që kalonte aty pari, i thoshin a keni nevojë për ndihmë, ju thonin aty ne këto thonin ja kështu. Kjo më ka mbet në mendje sepse kështu ishte unë si i ri atëherë e përjetova dhe jam lidh duar, kanë futur në atë far automjetin dhe kanë qenë shumë të dhënshëm vetëm kur e kam pa veten se jam në qeli të burgut të Serbisë, në burgin ushtarak të Nishit në Serbi. Burg brenda burgut i përshkruan vitet në qeli. Na kanë pranu keq pastaj edhe në burgun e Nishit. Kanë qenë të dhunshëm jo vetëm në raport me mua, po ne aty 3 nga ky grup kaluam në këtë burg, unë, Shevqet Paçarizi dhe Pajazit Aliu, kurse 2 të tjerat që ishin me burg më të lartë të Rizau dhe Xhemili, ata vazhduan me mbajt një burg në burgun e Nishit sepse kishin edhe një shkallë të apelit.
dhuna nuk u ndalë në burgun e Nishit në pranim. Pastaj u stabilizu, po na pozicionuan në burgun, në burg. Do me thonë, edhe ati kishte kategorizime, sepse si rasti paraqinit quaj atë, kë llogaritej këtë gjë si rast Iran, si pas Jugoslavijës atërshme, edhe ishte edhe ashtu në opinion i shpjegum, po jo vetëm meni, edhe disa të burguese politiki kum gjedë në atë gjendje. A i shton se në ato 10 vjet, familjarët ishin në gjendje të rëndë financiare, pasi i larguan nga puna. Për shkak se në momentin kur ti bëheshe pjesë, apo bëheshe armik i Jugoslavijës, familjet distancueshin me deklarim apo për deklarim, dhe përpjekja në raport me mu nuk ka qenë e lehtë, sepse po edhe financiarisht, sepse në momentin kur kam rënë burg, pastaj raporti me punën janë largu edhe vllau, edhe muetrat që i kanë pas dhëndor, që i kanë qenë si burrat të muetrave, kënse të familjes, të gjithë janë largu prej punës, dikush nga ta është detyru tana mu largu në mërgim. Sot, a i vazhdon të kontriboj si kryetari veteranëve të luftës në Ferizaj, duke përfaqësuar edhe mbështetur ish luftëtarët. Po, tani pas përfundimit misionit tim të punës në kuadër të ushtrisë të Kosovës, pas lirimit kam filluar të udhëheqi organizatën e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës Dega në Ferizaj. Është një punë ma shumë vullnetare, jemi të sinqert, një përpjekje botë shumë e madhe në këtë drejtim, me vullnetin edhe shumë shokëve dhe shumë shoqatave dhe organizatave të tjera, për atë misionin që e ka organizata, për mi rujtë këto vlera. Tani dhe ardhmja jonë t'i ketë para vetës dhe t'a kuptoj se liria sot gëzohet si rezultati një kontributit dhe një sakrificës t'jashtë zakonshme, si që është tani 5, 7 dhe 6 marsi kontributi dhe udhëheqja e ushtrisë lirimtare të Kosovës me komandantin legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari.